Mirëmbrëma miq Pathana. Jemi në puntatën e radhës me një personazh si gjithmonë që i përket letërsisë, kryesisht letërsisë, po jo vetëm letërsisë. Ajo për vitesh tashmë është edhe një person publik që del dhe reagon për çdo temë, për çdo shqetësim shoqëror dhe mund të them që është një nga poetet më të angazhuara që e rrëzon pak atë stigmën e shkrimtarit që nuk flet, që nuk angazhohet, po që mbyllet në atë strofullën e vet dhe shkruan gjithkohës. Spaku kjo është një akuzë në thojza publike e artikuluar për shkrimtarët. Kam kënaqësinë kemi në studio Rita Petrën. Rita, mirë se erdhe. Shumë kënaqësi dhe për mua Liridon, e prita ftesën me dëshirë, sepse i kam parë dhe podcastet e tjera dhe vërtet ke sjell njerëz që pavarësisht se çdo njeri gjithmonë ka diçka për të thënë dhe të gjithë njerëzit kanë vlerë. Po ata ishin personalitete që në fushën e vet dhe njeriu kur është personalitet fushën e vet ka dhe çfarë t'japi, ka dhe çfarë të thotë. Kështu që janë pasuri, mendoj që janë pasuri. Me që nisëm me këtë lavdë dhe unë të falenderoj shumë, jemi përpjek të bëjmë një lloj linje në thojza editoriale, ku podcasti ju në shihet sot, pse të shihet mas 5 vitesh, po të shihet mas 10 vitesh. Pra, një gjë, njerëz cilët nuk dalin nga moda kurr, le të themi, njerëz që kanë gjithmonë diçka për të thënë në çdo kohë. Kështu që prapë të falenderoj për... Kështu që je jashtë asaj pjesës së modës dhe mendoj që njerëzit që janë vërtet me kulturë e dëgjojnë me kënaqësi podcastin tënd. Çfarë bën Rita këto kohë? Jam kurioz, unë i pyet gjithmonë ftuarit e mi në ç'të stad je? Çfarë bën? Si është jeta e Ritës këto kohë? Lëmsh, e turbullt, e sistemuar? Shumë e sistemuar, nuk mund të them, ose mund të jetë pak lëmsh, po ai lëmshi i bukur që nga një radhë mund thua është dhe sistemuar. Kam qenë shumë në lëvizje këtë kohë, e ftuar si shkrimtare dhe unë në fakt hyj te njerëzit që përgjithsisht nuk them jo, sepse marr atë agjendën time, e shikoj edhe ku janë ato datat e lira, përgjithsisht kam thënë po, si brenda edhe jashtë. Pra nuk mund të kem lënë pas dore në thojza atë pjesën që më mbante shumë të lidhur me zyrën si botuese, duke qenë se shumë punë edhe i kam deleguar dhe tani në një farë mënyre jam duke shijuar edhe të qenit poete, shkrimtare me prozën e fundit, sepse gjithmonë them proza të bën shkrimtare. Kështu që shumë në lëvizje, lëvizja më jep energji, takoj njerëz dhe sidomos kur dal jashtë është kënaqësi e madhe sepse ata e duan dhe thonë ne duam të flasim me juve shqip dhe ne duam që të lexojmë libra nga shkrimtarë shqiptar. Dhe mendoj që edhe unë kam bërë promovimin tim për ju shkrimtarët, që edhe ju s'quheni më të rinj tani, dhe mund të flasim dhe për këtë vjetërsinë në letërsi, po që letërsia shqipe po se shkrimtar, sepse fakti që të gjithë edhe andej thonë shqiptarët që na vinë atje duan të lexojmë, po edhe lexues të huaj, sidomos kur kanë lexuar vepra ose fragmente nga librat e shkrimtarëve bashkëkohor janë domethënë të interesuar. Ti je prezente shumë në media. Tani më thuaj pak, edhe unë sigurisht dal, po jo sa ti, më rrallë se ti. A ka ndiku dalja jote në, po themi, në ecurinë e librave, se ekziston një teori që po dolën në televizion shpesh të shiten libra të tjerë. Unë nuk jam dakord me këtë teori, pra nuk e mbështes, sepse spaku në rastin tim ka ndodhur shumë pak, po atë ka ndihmuar ty të qenë një person publik ndoshta televiziv edhe në letërsinë tënde, pra për të shitur librat e tua. Mendoj jo dhe aq. Për t'i lexuar. Mendoj jo dhe aq, sepse njerëzit që të shohin në televizor janë njerëzit më tepër të cilët janë të prirur për fjalën tënde, për figurën tënde. Dhe sidomos kur kam qenë dhe tek një emision dhe në pjesën si moderatore, te Vaza dhe Gra shumë më tepër më kanë parë dhe duan fjalën time për tema të ndryshme sociale, siç e hap edhe ti bisedën në fillim që është shumë e rëndësishme të flasim për temat sociale dhe vërtet kanë qenë shumë të nxehta, duke qenë se politika jon bën vetëm politik dhe temat e nxehta të pjesës sociale kanë gjithmonë ngelin pas dore. Dhe mendoj që ne si intelektual, si shkrimtar duhet ta themi fjalën tonë. Dhe atëherë kur dihem e lodhur dhe sidomos kjo më ndodh me gazetarët e rinj, të cilët thonë po si nuk do vish ke unë, po të lutem. Do të them më duket si një mbështetje edhe për gazetarët e rinj, për emisionet e reja, që për të thënë fjalën dhe fakti që shumicën e komenteve e kam pasur që sa mirë kemi nevojë për fjalën tënde,
them pse jo, pavarësisht se është një harxhim energjie, ne si shkrimtar na duhet dhe ajo vetmia, dhe mezi po pres tash atë pjesën e qershorit, korikut, gushtit, që të futem në strofullën time dhe të mbaroj ato gjërat të cilat i kam lënë mbasdore. Pra kjo është periudha ku ti shkruan, kur je më lirë, je më Po, qetë. patjetër Vera. Se dhe plazhin e shijon me sa shohin nga rrjetet sociale. Dhe kam shkruar dhe e kam thënë bile. Ndërkohë që the jam e detyruar në thojza të shkojnë disa studio të cilat edhe nuk ta ka ënda një farë mënyre, po pyetja që unë bëj është a ka diçka, po themi, a ka diçka që ty të ka lodhur tashmë dhe thu po e bëj këtë gjë, pra qof një ritual i përditshëm, qof një gjë e përditshme që do ta bëj se duhet bër, po nuk kam dëshirë më ta shoh më sy. Ka shumë momente që sidomos kohët e fundit ka momente që ndihem goxha e lodhur dhe mund ta shtyj për një javë, po nëse më vjen telefonata pas një javë dhe prap pas 2 javësh do të shkoj patjetër. Nuk e para nuk gënjej dot një herë. E dyta mund ta shty thjesht me një gënjeshtër të bardhë. Po herën e tretë nuk e shtym. Pra për gjithë ata të rinj që na ndjekin mos i humbin shpresat. Me të parën, me të dytën, Rita. Edhe takimet, qoftë në takimet. Si është procesi shkrimit poezive tua sistematikisht, moment frymëzimi, po shkruan tani aktualisht? Unë asnjëherë si kam shkruar poezit sistematikisht. Gjithmonë librat e mi kanë ardhur nga një eksperiencë, ndjeshmërie. Unë gjithmonë them që nëse do të sjellësh diçka të re, lëre vete ta mbushësh me një përvojë të re, me një eksperiencë të re. Madje gjithmonë unë kur isha shumë e re, dhe gjithmonë kam pas thënë që doni ta dini kur bie unë dashuri, e kam nxjerr patjetër një libër të ri. Dhe gjithmonë kjo kishte mbetur me miqtë e mi, me rrethet letrare, sepse derisa u botua libri Vrima mua më njihnin gjithë rrethet letrare, po jo lexuesi i thjesht. Pastaj gjithmonë ai skandali të sjell edhe me vete, si sjell të keqen, sjell edhe të mirën, bën me shumë lexues. Dhe në këtë kohë Arita pas ka rënë dashuri se ka bërë një libër të ri. Kam shumë nevojë të bie në dashuri dhe simbolikisht. Domethënë, kjo është një gjë që më zjen shumë për brenda dhe nuk e di se si më vijnë ato mendimet, më vijnë vetë. Dhe kur më kam pyetur profesioni apo poezia, dhe janë çudit kur unë kam thënë, jo, profesioni është jeta ime, se është një profesion që e kam dashur shumë. Pjesën didaktike, për të shkruar për fëmijët, për të shkruar për shkollën. Është një gjë që e kam bërë me shumë dëshirë, por dhe prandaj mbase ky spontaniteti më ka bërë që poezia ime të jetë spontane dhe jo e ngjashme me një brez, sepse janë krijuar disa breza poetësh tek ne dhe e ngjashme me asnjërin prej tyre. Kjo më ka shpëtuar, spontaniteti. Poezi spontane, po dhe shumë erotike. Erotike, edhe që kam filozofin. Erotike, ka poezi seksuale, nuk ka. Unë nuk kam. Poezi erotike. Poezi erotike, po erosi si filozofi do të thoja. Pse, se kjo është pra ti kthehemi pak, pse shumë njerëz nuk i kuptojnë thelbin e poezive tua? Pra gjykojnë ndoshta nga titulli, gjykojnë ku diun nisur nga po themi nga këndvështrime dytësore, po kur nuk përqen. Unë jam i bindur ndoshta që ata që shumë pak nga ata që ty të kanë sulmuar dhe të kanë bërë gjyq publik ta kanë lexuar librin ose veprën. Shumë pak nga ata kanë përshtypjen që të kanë lexuar. Edhe unë shumë mendoj se kush e lexoi pastaj më janë ofruar vetëm, më kanë thënë nuk e kam menduar kështu. Duke nxjerr nga konteksti dhe e keqja më e madhe ke ne që gjëra nxjerrin nga konteksti. Dhe nuk ka lidhje vetëm me poezinë, por në shumë gjëra tjera. Prandaj themi ndonjëherë rrjetet sociale plasin vetëm nga disa tituj që nxirren nga konteksti dhe gjithë ne që shkojmë në media ndonjëherë themi, më mirë mos shkoj fare, sepse ndjen një sulm të padrejtë pasi ti ke thënë me vërtet gjëra të mrekullueshme, madje edhe brenda moralit shoqëror, dhe vetëm një titull në një emision ty të nxjerr jashtë kontekstit. Por edhe kësaj nuk i shpëtojmë dot, nuk i shpëtojmë dot. Mendoj që atëre doli një shkrim shumë interesant që tronditja e një shoqërie vetëm nga një fjalë vrim. Dhe ne jemi njerëz të letrave. Dhe themi si ka mundësi. Domethënë kjo po mos ishte spontane, unë nuk do ta vija kur atë titull. Dhe njerëzit rreth e qark meje e dinin shumë mirë nga e kisha unë frymëzimin që kam thënë që lidhet me vulkanin e Santorinit, po sa herë them, të gjithë në sallë qeshin dhe thonë ama Rita, lëre vulkanin, po na tregoj një frymëzim tjetër se ne duam, se duket sikur unë po justifikohem. Sepse duan dalin aty ku duan ata. Mirë, megjithatë, Vrima si titull, si fjalë, është në të gjitha kontekstet e saj. Dhe normal që është edhe në kontekstin e
asaj gjëje e atij organi të jashtëzakonshëm femëror që kemi ne femrat, për privilegjin më të madh që kemi ne, që të rrisim një jetë tjetër brenda trupit ton, dhe që unë kam dashur vërtet t'i thur himn edhe fizikut ton, t'i thur një himn edhe organit ton, për të cilin në momentet më intime, meshkujt që ne na duan dhe na respektojnë, edhe ata vetë në thelb të tyre na himnizojnë, na dëshirojnë. Dhe pse të mos shkruajmë për një gjë të tillë kaq të mrekullueshme, që një organ që na sjell jetën, na bën nëna, një organ që na bën të dashura, një organ që na jep kënaqësinë e jetës, se unë shpesh them, dy shijimet më të mëdha të njeriut, si duket në këtë jetë, janë shijimi i ushqimit, që mu pëlqen shumë, edhe shijimi i seksit. Dhe sidomos, pavarësisht se pa ushqimin e nuk jetojmë dot, dhe pa seksin ka shumë njerëz që nuk jetojnë. Po unë dua t'jap edhe atë mesazhin e drithërimës së trupit, që kur mbaron dashuria, çfarë ndodh? Dhe unë në momentin që e kam dhënë gjithë atë bukuri të madhe të jetës, sepse në poemën Vrima ka pas dhe një keq kuptim tjetër. Ata kanë thënë këtu s'ka lirizëm dhe s'ka poezi. Ku ndodhet poezia? Në një kohë poema ka dhe vetë rrëfimin. Dhe pikërisht në këtë rrëfim unë kam dashur të tregoj një rrugën e një dashurie ekstreme, që ti do kapërcesh telin me gjëmba, do të dhëmbi trupit, do dali dhe gjak, por ti prap do ta kapërcesh, sepse ti do të arrish te kulmi i kënaqësisë së trupit dhe të shpirtit dhe të mendjes. Dhe më pas vjen poezia. Ne tani kemi detyrën e vështirë të duhemi. Sa çifte që kanë arritur orgazmën më të lartë shpirtërore, atë që na lidh me Zotin, sa janë ato çifte të cilat ndihen keq kur humbin këtë lidhje. Se ne lidhjen me Zotin e kemi momentin që lindim, dhe unë e kam filluar poemën pikërisht me këtë moment, me atë litarin e mishit, që ne na lidh me Zotin. Dhe që embrioni thot, a kam unë të drejtë, a kam të drejtë unë të mendoj, po, dhe embrioni ka drejtë mendoj. Po ne ja presim, e nxjerrim me zor në jetë. Ai është një kristal në përqiejt, dhe që i thot mjekut, kush je ti? Unë jam doktori. Unë të njoh shumë mirë trupin tënd, po jo, i thot Zoti, njeh e shpirtin tim. Dhe gjithmonë jemi ke dilema ekzistencës pasaj, që është më mirë të jemi në qiej, ato që lizat që vërtiten, apo të vim në jetë. Kush na pyet nëse vim në jetë? Që nuk është zgjedhja jonë. Dhe pasaj arrim në kulmin e ekstazës së jetës, dhe pasaj fillon avash rënja. Dhe libri Vrima mbyllet me këtë vizën që na çon te rënja, që na çon tek fundi, që na kthen prap. Pra është një poem e gjitha për jetën e njeriut, për ekzistencën dhe jetën e njeriut. Dhe për të kthyer edhe një herë te detyra e jetës dhe detyra për të dashur. Po. Është detyrë edhe dashuria. Por ky libër pati edhe një arsye tjetër për të bërë zhurmë, atë vit më që fitoi një çmim të rëndësishëm. Po. Libri fitoi i bibliofilis, pra libri më i mirë nga ana teknike, nga ana e. Jo, ajo ishte u justifikuan disa, edhe zyrtar që ishte nga ana teknike, po s'kishte lidhje sepse ishte edhe nga ana estetike. Pra unë e mora çmimin dhe i çmimit ishte për edhe paraqitja për gjithë komponentët, pra. Komponentët. Bashkë me anën estetike. Shiko, ato ishin vitet bukura sipas meje, sepse rrjetet sociale ende nuk ishin në këtë degradimin e sotëm. Dhe nga periudha 2005 deri diku nga viti 2017-18, librat krijonin zhurmë, krijonin debat. Dhe duke filluar që nga Ben Blushi me librin e parë, libri yt, pra ishte një kohë shumë e bukur për letërsinë, sepse librat filloi debati, bravo. Pikërisht shkakton një reagim. Sot nuk ka më një debat tillë, sot ti mund shkruash çfarë duash, edhe nuk i kërcet njeriu jo vetëm për librat, po ndoshta edhe për ngjarje të tjera më të mëdha jetësore. Madje edhe kam kuptuar që ka disa provokime edhe nga poetë, edhe nga disa poetë kam vënë. Po nuk ndezin më Rita, nuk e di pse nuk ndezin më, pse nuk ndez më letërsia, pse nuk krijon më debat. Ku po shkojmë kështu? Ku jemi, në çfarë fazë, pra? Shiko, e besoj që ne kemi gazetar kulture shumë të mirë. Po prap kritika është në atë fazën që zbulohet libri, zbulohet përmbajtja e librit. Gjithmonë kam dashur dhe them dhe edhe ta propozoj, ti mund të bësh gjëra shumë interesante. Pse?
kritika dhe studimi mund bëhet edhe në universitet, mund bëhen seminare, e gjithçka tjetër, autorët klasik që merren e rimeren, dhe që edhe letërsia bashkëkohore në një farë mënyre ka filluar të futet, paktën te studentët. Por ka një gjë që debatin e bën jo një aq studius me mjekër i letërsisë, debatin e bëjnë ata të cilët janë tip recensionistësh, dhe që nesër pas nesër janë dhe gazetar kulture të cilën ndezin debat. Ose për shembull e ftojnë Ritën dhe i thonë dëgjoj, ti këtu ja ke futur kot për shembull, për debat. Dhe atëre ajo ndizet një debat. Pra, në qoftë se kritika do kapi disa, do jetë çik spicy, do jetë pak pikante, si një spec djeks që hedh ide të tilla, unë mendoj që mund bëhen biseda dhe mund të ndizet ky lloj zjarri, që pastaj të diskutohet. I durojmë ne këto lloj kritikash? Ky është gjithë problemi që shkrimtarët ai durojnë janë bërë shumë çaraman, se ne vetëm duam të zbërthejmë. Dakor. Sapo ka dalë libri, secili nga ne do të zbërthej diçka të librit. Po a jemi ne në gjendje që ti shpesh dëgjon dhe vetë shkrimtarët prezantojnë librin e vet dhe nuk të bëjnë fare kurioz që ti të lexosh librin. Pra kur vjet shkrimtari nuk nxjerr atë gjën pikante të vetes vet që ta bëj atë tjetër, ore ma lexo, çdo gjë sot është kthyer në marketing, e disa gjëra ka, po sa autor bashkëkohor, sa libra me vlerë ka, sa duar. Duhet thënë ne të gjithë, tani megjithëse janë rrjetet sociale që ne prezantojmë poezitë e gjithçka tjetër, që prap të lexojnë, po e di, ato lexime janë kështu, dikur të lexoni pak veta, po kishte cilësi. Tani këto janë lexime që ikin, sepse ty të del diçka tjetër, informacionet bivendosen, që ta marrin gjithë vëmendjen. Por edhe nuk kemi një person që se dhe ata që i kemi lexues të mirë të librit, që kanë krijuar janë disa portale që kanë disa vite, për shembull, edhe këta persona nuk janë aq besueshëm. Pse? Se dhe ata bien pre e asaj që unë kam miqësi me këtë shkrimtar dhe nuk mund ta ngacmoj, ose nuk pëlqen fare Rita apo Liridoni, edhe nuk du të flas fare për librin e tyre, e kupton? Deri diku edhe e pranueshme. Dhe s'kan objektivitet, po jo, e di pse, po nuk bëhesh ti matës i lexuesit. Dhe i propozon lexuesit disa libra, të cilat ti për shembull, ai kur e lexon thotë shi çam propozoi ky libër s'vlen fare. Unë kam lexuar para një viti ndoshta një kritik fantastike të Eda Derhemit për librin e Keldemit. Po. Domethënë vetëm fakti që nuk e di pse Keli u mërzit pak, ja kam thënë dhe privatisht, i thash nuk ke pse mërzitesh, vetëm fakti që një studiues e tillë ka marrë kohën e saj dhe të ka dedikuar 5 faqe Word për bërë një kritik, është vlerësim. Ajo nuk e hidhte poshtë librin, sigurisht vlerësonte pjesën estetike, gjërat, pastaj kishte, por kjo është kritika fundit, pra. Ne nuk po nisim bëjmë kritika pozitive, nuk funksionon, dhe nuk duhet funksionoj, por ti përveç poezisë guxove dhe në prozë, roman. Edhe ai më erdhi natyrisht. Lindur së prapthi. S'kan dashur të sfidoj asnjë prozator. Jo, dhe ke shumë që provokosh çik edhe me titull. Lindur së prapthi. Aty ka se nuk duhet nalemi shumë te libri, duhet ta kaloj tek tek rinia juaj. Në libër ne kemi diskutuar bashkë, ka një moment shumë pikant, ku një shkrimtar i re shkon në studio, një shkrimtari dhe ai fillon i vardiset. Unë e di që nuk është autobiografi, kemi folja, ke seru. Ka pjesë sigurisht autobiografike, po ka edhe trill. Ti kishe pra rinia jote në vitet e fundit komunizmit, e para herë du di si ka qenë, pra a ke qenë ti Rita gjithmonë rebele, në thojë, një rebele klasike, unë kështu të shoh ty, pra jo rebele, po a kanë qenë dhe të vërteta këto, kanë ndodhur të gjëra nëpër studio shkrimtarësh? Rita apo personazh? Pyetja parë është Rita. Jo, duke u lidhur me personazhin dhe me këto që ti ke shkruar. Unë mendoj edhe mua. Dua të pyes si ka qenë rinia jote fillimisht. Shiko, kur kam shkruar 2 pjesë të romanit, se ka shumë gjëra që e lidh edhe me gjithçka që na ka ndodhur mua, shoqërisë time dhe gjithçka. Po sepse aty ka dhe shumë mendime, ka dhe madje një lexues më ka shkruar. Lexova historinë time të asaj kohe, se jam mosha jote më tha, thjesht ndrova gjinin.
Dhe jam lumturuar se të thot një burr që lexova diçka që se unë atje tregoj dhimbjet e rritjes si një vajzë e vogël. Dhe gjithë bulizmin, gjithë ajo që sot është temë kryesore, që nga titulli lindur së prapti, që bulizimi bëhet brenda familjes, se ne mendojmë se bëhet jashtë, ndodh brenda dhe pastaj shkon dhe pastaj zgjerohet. Dhe titulli është një lloj bulizimi që nga njëra anë ta thon prindërit anapodha se nga jugu, gjyshja, do me thënë, dhe njëri thoshte lindur së prapti, njëri anapodha, pra çdo gjë e keqe që ndodhte dhe po të binte shi, ne do dilnim shëtitje të binte shi, por normal se ti je anapodha. Dhe është një lloj bulizimi, ne na vjen vërtet për qesh se na kanë dash prindërit. Po ata kanë gjetë parët që na e kanë vënë në duke disa. Na kanë dashur në mënyrë çuditshme. Të meta, po, në mënyrën e vet të çuditshme. Kështu që kam mbledhur shumë gjëra normal nga vetja, duke bërë një roman, dhe normalisht ajo është bërë roman dhe s'është autobiografi, sepse është stili i fëmijës. Paktën dhe ata që po më përkthejnë librin, ose redaktor që e kanë lexuar, që janë të huaj dhe ata s'merren fare me ritën ku ka jetu, te rruga Kavajës apo diku tjetër. Edhe kam vlerësuar shumë këtë stilin e fëmijës, me ironinë, me sinqeritetin. Tashi, edhe unë si Rita, kam mbetur dhe gjithë e din që Rita ka entuziazmin e një fëmije, sepse ashtu i bëhet gjitha punët, dhe edhe sinqeritetin, dhe aty janë dy pjesë që janë vërtet reale. Njëra studio e shkrimtarit, dhe që të mos kuptoj shkrimtari. Është reale studio e shkrimtarit, a? Dhe që të mos kuptoj shkrimtari, është ndryshuar shumë. Rrugica, rruga i gjithë. Duhet gjem shkrimtarin. Po shkrimtari ishte shumë i mirë, se shkrimtari ishte shumë romantik. Duhet gjem shkrimtarin patjetër. Shiko, në atë pjesë libri shkrimtari është shumë romantik, Shkrimtari nuk është ajo pjesa ati kryeredaktorit, i cili ai është real, dhe që asnjëherë s'do ta thoja emrin e tij. Ata vërtet i kanë bërë këto gjëra. Ajo pjesa që futeshe në një zyrë, dhe zyra tjepte pushtet, se ne mendojmë se sot, jo, që në atë kohë ka ndodhur. Po sigurisht. Që në atë kohë ka ndodhur. Sigurisht, ndoshta edhe më në mënyrë banale. Dhe siç u ndodh sot këngëtarëve, vajzave të cilat merren me median, ju ndodh akoma më shumë, që janë më të ekspozuara, po dhe në çdo zyrë. Dhe në çdo zyrë që të futesh, më ka ndodhur normal edhe kur kam filluar punë për herë të parë, në ato zyra që kanë filluar gjithandej. Do të thënë, mirë po, të gjitha asnjëra nga këto nuk ka lënë gjurmë ke unë, sepse si personazhi im, ashtu dhe unë, i kam kaluar si diçka që ka përcej, mos e quaj veten viktim. Dhe prandaj, nga që jemi ngopur me femra viktima, personazhe, dhe sidomos mbas viteve 90, shumë shkrimtarë, sidomos shkrimtarë më pak, po sidomos shkrimtare, kanë trajtuar figurën e femrës, e prostitutës, edhe gjithçka tjetër. Dhe unë thash, a ka ndonjë femër vërtet personazh intelektual, ku gjithë brezi im dhe mikeshat mia dhe njerëz që në fundit kemi kapërcyer gjithë atë periudhë, sot jemi dhe aktiv sot. Dhe s'kemi qenë viktima. Dhe mendoj që ky si personazh dhe ato vajza të reja që lexojnë librin dhe ata të rinj thonë, o sa mirë na mbush me besim që edhe po të ndodhi diçka, qoftë edhe një dështim i padëshiruar, dhe të mos bashkohesh me njeriu që ti dashuron zemrës, jeta jote mund të jetë prapë shumë e bukur, sepse jeta të ofron gjithmonë gjëra të tjera. Po nuk e arrin gjithë. Ky është personazhi. Gjithë këtë, Rita. Tani jam kurioz kur ka ndodhur kjo ngjarje, se kalojmë te personalja tani. Pra duke qenë se është ngjarje reale, ti ke qenë shumë e re i bie, 17, 18, 17 është? Jo, pak po, mirë e ke. Se mbaj më mirë nga libri. Po, 18-19. Jo, se libri, un kam dashur librin ta mbyll. Un kam dashur rënien e komunizmit, kam dash ta lidh me maturimin e, domethënë gjimnazistët. Ja, ti ka arritur maturimi, ke marrë dëftesën e pjekurisë. Dhe aty unë i kam shtyr vitet, prandaj thash nuk është biografi. Kam dash të tregoj gjithë dhimbjet e rritjes dhe gjithë njeriu që në kohët e Enverit u quajtëm njeriu i ri, normalisht ne që ishim më rebelët e fshehur, ne nuk ishim njerëzit e rinj. Po jam kurioz, shiko, se edhe kjo është me të lindur kjo pjesa që ti e rikuperon brenda vetes atë
po themi traumën që të ndodh ndoshta në zyrën e një titullari e tjerë, po ka libra aventura, ka aflitej në atë kohë misin për seksin, për gjërat të kënaqësisë kësaj gjëje. Pra, a kishte një lloj lirshmërie mes mish, mes shokëve, siç ti e tregon fakt në edhe Shikoj, jo se nuk patjetër që flisnim, patjetër. Unë madje kam pas edhe shok. Sepse më fal, libri të jep edhe një lloj mendësie tjetër që ekzistonte asaj kohë. Pra thotë shikoj, nuk ka qenë kështu. Ne kujtojmë se s'kan ekzistuar pra, këto gjëra. Pra nuk ka qenë kështu kjo, ka qenë kështu kjo kohë. Pra. Absolutisht. Dhe gjen edhe ti si ri modern, le të themi, pak veten atje tek ajo rini, cilën ne na kanë servir gjithmonë sikur nuk ka ndodhur asgjë. Pikërisht. Sikur ne as jemi puthur përpara se të martoheshim. Si thoshte teta Onga që kemi bërë dashuri pas martese, kemi bërë jo. Do të thonë, edhe te brezi im kishte plot vajza, normal, nuk ishte liria si sot, po jo se s'kemi pasur. Do të thonë, kemi qenë një grup rebelësh, të cilët donim të provonim gjithmonë gjërat më përpara, patjetër. Dhe që sigurisht që kemi biseduar, po ama edhe diçka shoku ti kemi thënë shok, me thënë drejtën. Do me thënë, ai që quhet shok se ndonjëherë thuhet nuk kam miqësi të sinqert mes shokësh. Jo, s'është e vërtet. Unë kam pasur miqe edhe mikesha të cilat dhe sot e kësaj dite them, ore, ky njeri ka gjithë mirat, pse s'më ka shkuar ndonjëherë mendja? Ja pra, pse duhet më shkoj patjetër mendja sepse është mashkull dhe mund të jetë i bukur, mund të jetë i mençur, mund të jetë interesant dhe ty s'shkon mendja se është kimia. Do të thënë gjithmonë e kam lënë veten të heci pas ndikimit të instiktit ka pas shumë rëndësi ke unë. Edhe më ka mbrojtur, edhe më ka shtyr, edhe më ka nxitur, edhe në krimtari është një lloj instikti që më nxit për të shkruar. Por fundja instikti thoni ka fiet në zemër, kështu që prap legjitime është edhe ajo. Prap patjetër. Ndërkohë që vim tek dashuria jote e madhe, të lartë sigurisht, cilin ti ju keni shkruar edhe një libër bashkë, keni pas një jetë shumë të bukur. Ai ka qenë si aktor, me thënë drejtën, si aktor Hollywoodi. Po, donte ta bënte skenar patjetër, do bëjmë një film thoshte. Ju keni një foto shumë të bukur bashkë në Kroaci, në plazh diku me të bardha, kështu. Fantastike, domethënë një çift që t'jepte këtë idenë e lumturisë, e bukurisë, sigurisht edhe kjo garanci. Të charmit. Ti ke thënë që ne jemi një orë dhe jemi dashuruar kur ishim të dy të martuar. Një gjë prapë guximshme që ti e thu, pra se. E kam thënë dhe e kam marrë shumë shari. Jo shumë guxojnë ta thonë të gjë, po jam shumë kurioz të detajet, pra. Se s'pari është kjo forca shtyt se sa i mirë ai dashuria e tij. Gjithë dim që është dashuria, një gjë që të rrëmben. Se jemi të dy edhe poet, tani edhe unë jam prozatore, sikurse ti ke më shumë libra patjetër, po do thoja që është e habitshme, sapo kisha nxjerr librin Shija e Instiktit. Ishte viti 1998 dhe më thot një nga pedagogët, do shkojmë se s'bën në Maqedoni. Jo, i thash unë, sepse u mblodhën shumë njerëz, shumë gazetarë në porurimin e librit e lidhja shkrimtarëve, se pastaj nuk funksionoi më. Ishte fundi, si më thënë. Dhe isha aq e lumtur të nesër më shkruhet në gazetat, madje që nga titulli Shija e Instiktit po vinte një frymë e re, diçka e re. Dhe jo i them nuk vit, do vish se s'bën, do me thënë si është puna e fatit, e destinit. Do vish se s'bën, më thonë. Dhe miri, kam një 2 miq, do takohemi atje, mirë, edhe shkojmë te festa ditët e Naimit, mblidheshin gjithë sa atëre bëheshin akoma më bukur se sa sot. Po, dhe ka qenë festival shumë i mirë. Po jo, ishte edhe ajo lidhja me Shqipërinë nën, domethënë ishin ato vitet shumë revolucionare dhe për shqiptarët jashtë kufirit. Se sa më shumë njihemi tani, më shumë nuk e duam njëri tjetrin, por në atë kohë ishim shumë idealistë të dy palët. Recitoj, më thonë do recitosh një poezi patriotike, nuk gjeta, dhe mezi gjeta te libri Shija e Instiktit më kafshoi qeni i turbuar, teksa po i merrja herë një lule. Dhe ajo ishte poezia më pak të pjesën instiktive apo erotike. Dhe kur dalim qande, i thot një farmacist, Latifi në atë kohë ka qenë farmacist, i thoshte mikut tim, i thot, ama na e ke sjell atë rakin me vete ti? Sepse Latifi gjithmonë ka thënë nga filani, që s'feja them emrin, kam ritën edhe rakin. Okay. Se mësoj rakin, pra se nuk pinin atë rakin. Dhe bëjmë shotitjen e parë, bëjmë shotitjen e dytë, ndahemi, e ka shkuar te Romani Kufiri shumë bukur, dhe ishte një puthje shumë e thjeshtë. Atë natë ndodhi pra. Pas 2 netësh. Pra në atë kohë, pa u kthyr në Tiranë. Kur i 2-3 ditë me njerëzit dhe ri non stop. Je e lirë, se unë gjithmonë kam thënë sa kemi kalu kufin, liri.
Dhe fundit unë jam një person që jam martuar edhe me dashuri, ëh. Okej. Dhe sepse unë mendoj që njeriu në jetë mund dashuroj disa herë, nuk mund të them që një herë. Kjo është teoria autentike e Vetëm Ritës. se janë dashurit, janë të ndryshme dashurit, po jo se s'dashuron. Përveç flörteve që janë më tepër tërheqje të çastit, të momentit. Po ishin dashurit mëdhaja të mia, qoftë e para, qoftë e dyta. Dhe sepse vajza gjithmonë më thotë, mirë, e di shumë mirë se sa i kam parë më shumë me sytë e mia se e ke pasur atë dashurinë me Xhaxh Latifi, se ka qenë adoleshent, 10-11 vjeç. Po ka qef gjithmonë t'i tregoj se si kemi rënë dashuri me babain e Sofjanës me Zefin. Dhe unë i them, sytë e Zefit ishin jeshil, me flok kaçorel, shkodran, shumë i këndshëm, normal që kam rënë dashuri. Kështu që i tregoj të gjitha gjërat me shumë dëshirë dhe them jam me fat. Që keme këtë ndash. Gjithmonë jam çuditur me ato femra që thonë që si s'po gjejmë njëri ashtu siç e duam. Se unë i them, unë gjithmonë e gjej. Njeriu duhet të jetë i hapur, mund i hapur dhe mos kërkoj atë skemën që kanë kokë. Po kërkove skemën, do ta gjesh asnjëherë. Sepse meshkujt perfekt janë ata meshkuj të cilët e kanë vështrimin e thellë dhe na bëjnë të ndihemi mirë. Jo ata që na vizatohen, qoftë dhe për femra, na vizatohen në ekrane, të cilët janë narcista, se merren vetëm me bukurinë e vetes, trupit e gjithçka tjetër. Kështu që unë asnjëherë, nëse kam qenë e re dhe unë kam menduar që si sportist, trupi kështu, ai kështu, në jetën time më kanë ndodhur gjëra, dashuria shumë dhaja pa qenë njerëz. Dhe brenda një kohe, po themi, jo shumë të gjatë, se ti nuk je tani. Kam jetuar. Jam dakord, po ka njerëz që jetojnë shumë vite dhe nuk gjen dot një dashuri. Ti pate fatin të kesh dy brenda një jete. Unë kam gjetur edhe para se të martohesh, e normal. E ke kërku të ka ardhur, ka ardhur gjithmonë, them, ka ardhur gjithmonë. Hera e parë në jetën time që e ndiva vetëm kam qenë kur unë Latifin, sepse s'kam qenë kur ndonjëherë vetëm. Edhe e ndjej shumë kur më ftojnë ndonjëherë, kur janë këto festat që bëhen dyshe. Kur gjithë për shkakun janë çift, nuk i shoh fare me zili. I shoh thjesht me një sikur më japin nga ndriçimi i tyre dhe them o Zot jeni sa më shumë bashkë. Nuk më ekzistonte më fare ajo. Po që ka qenë vërtet një dashuri e madhe, kemi bërë aventura dhe pastaj këto filluan u zvogluan gjitha sepse na kapi ajo e punës, bashkëtesa, biznesi ishte në fillim, kompania e botimit, ato vështirësitë, dhe gjitha gjërat pasaj të çojnë ka ajo ne kemi detyrën e vështirë të duhemi, dhe për fat të madh, ne e kryem shumë mirë dhe këtë detyrën të duhemi. Dhe që mbasi kam qenë dhe unë i çik motori që e shtyja gjithmonë. Do t'i rikujtojmë dhe njerë, do shkojmë prapë në Stru ku takoheshim, ku putheshim fshehurazi, do shkojmë në këtë vendin t'i rikujtojmë. Ama thoshte Latifi se nuk janë më gjëra siç kanë qenë, mos janë, do i bëjmë ne t'i kujtojmë, sikur dhe 5 minuta. Keni pasur ndonjëherë thyrje me sysh? Pra në sensin thyrje, grindje, momente kur ke thënë nuk. Kemi patur një krizë që erdhi edhe për shkak të punës, sepse filluam po grindeshim shumë për disa gjëra që unë nuk i mendoja ashtu, ai i mendonte ndryshe, po mendoj që njerëzit kur e duan dhe s'duan ta humbin njëri tjetrin, se ne mund ta humbim kollaj. Unë prandaj kam thënë, dhe kur humbi Latifi jetën tash, ne ishim 2 kapiten. Tash një anije me 2 kapiten. Mund të drejtohet se njëri duhet të jetë zvend. Është shumë e vështirë, prandaj them detyra e vështirë, sidomos se 2 njerëzve që duhen, se 2 njerëz që janë lidhur me një lloj marrëveshje, mund ta kalojmë më mirë jetën se sa 2 njerëz me një pasion shumë madh dashurie. Dhe vërtet ishim 2 kapiten dhe shqyr që anija jon, por 2 kapiten unë isha nga ata që them, Latifi si ka heq kur duart nga timoni, kur ka qenë situata, ose kur kanë ardhur situata të papritura. Ndërsa unë për shumë gjithmonë e quaj veten që ngjitesha ke direku, zbrisja poshtë. Shikoja për toka të panjohura, për t'i zbuluar. Kështu që në këtë pikë tash jam bërë unë si ai. Dhe ka shumë njerëz që më thonë e ke humbur pak atë pjesën e aventurës që kishe,
me Latifin sepse në një çift të shumë bukur kur dikush të mban me këmbë të ngulura në tokë dhe të jep mundësi pasaj që edhe t'i lëvizësh edhe krahët, por të mban, të krijon ekuilibrin. Prandaj jeta në çift është shumë e bukur. Po dhe aventura do t'i ketë ndashme të, pra, gjatë kohës se ti ishe aventura, ishte njeriu me... Patjetër. Ka... Dhe tani mua më duhet që këtë anije, ta drejtosh vetë. Pavarësisht se unë kam rreth e qark njerëz tani janë të rinj, është djali i Latifit, është vajza ime, kam shumë njerëz rreth e qark për fat të mirë që e duan punën e kompanisë dhe duan ta zhvillojnë. Dhe po në një farë mënyre prap hëpërë jam vetëm të aje, që vetëm pa Latifin të timoni. Çfarë bën Sofiana? Sofiana është vajza juaj, për vajza e rritës, për gjithë ata që nuk e dinë. Duket sikur edhe ajo e ka trashëguar këtë lirinë tënde. Po, e ka trashëguar. Çfarë bën Sofiana? Jeton në Gjermani? Sofiana fillimisht nuk është se ka dashur, jeton në Berlin, nuk është se ka dashur patjetër që të jetë pjesë. Pavarësisht se ka punu gjithmonë në Albaz, po thotë gjithmonë na ke dhënë punë të rëndomta në Albaz mua dhe mbesave të mia, sepse unë i thoja pastroni tash i kishim një librari të vogël, pastroni librarin, pastroni zyrën, ndihmoni këtë për këtë gjë, bëni këtë gjë. Dhe si duket deri vonë është ai mosbesimi që nuk është gjë e mirë dhe për këtë kritikoj vete, mosbesimi që ti nuk mund t'i bësh gjërat siç i kam bërë unë, ose nuk ke vullnetin e dur, dhe ajo ta po mirë unë do provoj një herë jashtë. Edhe provoj veten jashtë, bëri masterin, mbaroi tani dhe një specializim për marrëdhëniet intime dhe është duke zhvilluar, po punon me klient për këtë gjë, për marrëdhëniet intime dhe në çift. Dhe mendoj që ka bërë mirë. Do kthehet? Një këmbë ka këtej, një këmbë ante. Se ju jeni tani dy gra që njëra atje tjetra këtu. Do bëni bashkë tani, jetoni bashkë? Unë mendoj se është shumë e vështirë. Nëse ajo para se ta vendos të gjë nuk ka gjetur një shok pastaj dhe e ka gjetur Sofiana, por nuk ka rëndësi. Atëherë si thonë në thojza pas ke humbur për gjithmonë. Jo, e kam humbur për gjithmonë dhe më mirë sepse mendoj që ne nuk bëjmë dot shumë bashkë, ose punon në një zyrë ose diçka. Do të thënë o do jem unë, o do jetë ajo. E kuptoj, pra pas ka trashëguar pak edhe karakterin tënd, pra. Po. Kapitene. Po ti je natyrë ambicioze. Po tani le mos ta mojmë faktin që edhe me kompaninë e Libra, do me Albasin, pra keni jetë mirë, bën jetë mirë. A bësh do t'i pasur me Libra Rita? Se kjo është një pyetje që ta bëj ty drejt për drejt. Tash i varet se ç'a kuptojmë me pasuri. I pasur. Një lloj mirëqenie, pra, një lloj mirëqenie ekonomike të mirë. Ne këtë vit bëjmë 25 vjetorin e Albasit. Dhe unë jam e bindur që pa librin shkollor, sepse libri shkollor është pjesë që unë që kur mbarova shkollën, kam punuar në shtëpinë botuese të librit shkollor. Dhe mora zanat. U bëra me profesion. Të bësh me profesion nuk është gjë e vogël. Dhe ishte një profesion që e doja shumë. Kështu që unë e zhvillova këtë profesion. Dhe ne kur hapëm shtëpinë botuese, e hapëm vetëm për librin shkollor. Dhe libri shkollor bëhej vetëm me tender dikur dhe vendoste shteti. Ndërsa më pas kur filloi konkurenca ne arritëm tregojmë veten. Pra, është një punë që nuk bëhet se ti mbështetesh me lekët e tua në shtet, 95% e punëve tonë janë investimet e Albasit. Ndryshe pasaj do lodheshim dhe si shumë botues të tjerë që të punoje me duke shkuar në një fondacion, në një vend tjetër, duke kërkuar fonde për botimin e librave. Por 95% çdo gjë bëhet me pjesën tonë. Me fitimet tona, me investimet tona. Sepse, për shembull, kur çelet pana një libër nëntor, ju jeni e vetmja shtëpi botuese që keni mbi 40-50 tituj të ri. Është investim shumë i madh. Pra, është një investim, po a kthehet mbrapsht ky investim? E kam fjalën për të librat artistik kryesisht. Pra sepse ju botoni autor shumë mirë, shqiptar, huaj etj. Dhe klasik kemi botuar shumë. Shiko, themelet unë mendoj që i vendosin autorët klasik. Ne nuk kemi asnjë, pothuajse asnjë autor bestseller. Po kemi bërë politika libri. Kemi bërë dhe kemi kjo është një gjë që unë tani po e kuptoj që ju nuk keni. E kemi luksin. Ato botimet e mëdhaja, Vëllezërit Grimm, të Andersenit, e gjithçka tjetër që duan një investim shumë madh, të gjitha ato ne i kemi bërë duke menduar që ato krijojnë themele, siç e ka gjithë bota, s'ka shtëpi botuese në botë që mos ketë lloj themele dhe libra në origjinal që përkthehen për herë të parë, me përkthyes
me të vërtet shumë të mirë. Përveç kësaj, çfarë do sjellim që janë interesante botime për ditët e sotme. Do të thënë dhe politikat e librit për fëmijë janë bërë që nga libra didaktik e gjithçka tjetër. Pra shohim gjithmonë të rejat se çfarë dalin. Pra që të kemi dhe libra interesant që lexohen për fëmijët të vënë bukën gaz, po ama kemi bërë dhe seri për trashëgiminë kulturore, gjithmonë me mendimin që të mbështesim dhe duke menduar që një shtëpi botuese do bëjë dhe politika për në fakt kjo është politika e edukimit. Duke qenë se ti ke punuar tek libri shkollor dhe besoj se kjo është edhe një aftësi. Për shembull Kolana, un jam personazh po më quajnë, është Kolan, madje shumë autor na vinë dhe thonë, a mund ta bëj unë këtë personalitet, na janë ofruar vet, se kanë qejf të bëhen pjesë e kësaj kolane, për personalitetet shqiptare. Unë i ruaj Gjergji tim në librin e tij të parë është me figurat e kafshëve notesore që e keni sjellë ju talbasit. Është e mrekullueshme. Kështu që librin e parë që ka lexuar thoi zanjetën e tij është libri juaj. Pra të gjitha i kemi bërë me qëllimin dhe më vjen kaq mirë që e dëgjoj, ndihem e lumtur. Ne vetë prindërit na kanë thënë, çfarë librash keni bërë për fëmin tim, është kaq muash. Në fillim s'kishim. Dhe duke qenë gjithmonë në kontakt me prindër, pra kanë qenë politika, i kemi menduar shumë mirë, kemi një bord atje që i mendojmë shumë mirë politikat e librit, jo ç'a më doli mua përpara. Mendohen politikat e librit, mendohen librat e mirë, përkthimet, kopertina sigurisht. Si mendon që ne do të bëjmë lexues? A ka lexues Rita? Na duhen lexues? Kohët e fundit si është gjendja e optimiste, e pesimiste, e realiste? Jam, sepse dhe vetë autorët shqiptarë kanë kuptuar që nuk shkojë aq kollaj. Vetëm bëre librin dhe u lanë në cep. Do me thënë dhe vetë ata po përpiqen të jenë të pranishëm. Edhe ne kemi disa autorë shqiptar, por dhe si shtëpi botuese përpiqemi që të bëjmë aktivitete të ndryshme, duke pasur dhe librarin, dhe vërtet i kemi shtuar shumë aktivitetet e librit, rrjetet sociale quhet që janë edhe panoj pagesë madhe, se si jemi në gjendje normal të bësh reklamën në një media, që janë shumë të shtrenjta, kështu që rrjetet sociale ta japin shumë atë gjë, do me thënë dhe e kemi tani po investoj më shumë ke marketingu dhe te shitja. Nuk bëhet sot asnjë gjë pa marketing dhe pa shitje. Ajo është tjetër që në qoftë se marketingu dhe shitja bën gjithçka për një gjë të dobët, lexuesi disa shpejt të le. Sepse në qoftë se unë i them merrni librin e Liridonit që është i mirë, ne na besojnë tani si Albas. Edhe për librat e fëmijëve, na besojnë. Pra, është ajo që ta shumë të krijosh, po të krijosh besueshmërinë, ose ajo që tham për kritikët. Një kritik që krijon besueshmërinë. Ti mund t'japësh librin e një miku tënd dhe ai se pëlqen hiç dhe thot, nuk e dëgjoj më unë këtë. Tani që po flisje në fakt për librin, për poemën Vrima që folim çfarë, më linte gjithkohës një ide në kokë. Para pak kohësh një miku im fliste me ishim në një grup që në fakt ishim panjohur, thjesht na lidhej ambienti aty dhe ai shoku im në një moment thotë që grua jam vetvete, nuk mund të bëj art. Ai tha në mënyrë krejt sinqert, pa mendu këto politikisht korrekte dhe këto kode që kanë dalë sot që ti duhet matësh 10 herë. Tha grua jam vetvete, nuk bën dot një art madh se ajo vetë është art tha. Dhe ky e tha me gjithë zemër dhe me thënë drejtën ju hodhen fytë dhe sulmun në një mënyrë të tmerrshme që femra është shumë femër. Kam përshtypjen që ai libër, po ti ishte shkruar sot, ti do kishe pas shumë sulme nga këta të shoqatave feministe dhe nga këta që sepse ti ke seksualizuar një organ femëror i cili nuk është vetëm pra etj. E ke menduar ndonjëherë këtë gjë apo jo? Apo tani po del si ide, se unë këtë po mendoja gjatë kohës se ti. Jo, nuk është se kam menduar, po duke i dëgjuar nga ty patjetër dhe ke shumë të drejtë. Ke shumë të drejtë. Sepse ne nuk është bërë i vështirë dhe komunikimi, po dhe komunikimi përditshëm me njerëz. Po. Cilët të shohin, të qëmtojnë, shohin përtej asaj që ti thua. Vermallit, bësh disa biseda profesionale. Po të lira, të çlirta, që ti të flasësh thosh. Qoftë edhe me humor. Po ta thosh një gjë pa tendencë, pra siç ti ndjen ta thosh. Unë kur isha në Francë bëm një bisedë dhe aty un kam një poezi që një herë në muaj të dhuroj bojë të kuqe për të pikturuar. Që kuptohet është për menstruacionet. Dhe sepse femrat e kanë shumë kompleks këtë gjë. Mirë po, një mashkull që të do me të gjitha, me gjithçka, dhe në fundit ajo rrjedhja e gjakut nesër të sjell jetën, Vërtet aty ka shumë perla, ka gjëra shumë bukura për të komentuar brenda librit. Dhe ajo është një poezi që trupi i saj pikturohet nga njeriu që ai e do, ja pikturon trupin me bojën e vet kuqe dhe le dhe vulën se i thot dua vulën tënde,
duket një çik pak e ashpër, arrogante, ajo vula, e miku të saj, po që pse nuk është gjë e bukur që të flasim, prandaj jemi dhe femra që edhe një mashkull mund ta shohë në pozicionin e tij, këtë pjesën e gjakut të femrës, dhe unë e them gjithmonë, e kam thënë dhe në libër, po e them dhe ndonjëherë, jo se dua të ul poshtë gjakun e dëshmorëve ose gjakun e flamurit, po them ka dhe gjak tjetër të bukur që meriton të ketë një poezi. Pse jo? Të ketë një poezi. Mirë po, kur po ta nxjerrësh më vete një gjë të tillë, do të sulen gjithë, do të thotë ti na njollose gjakun e dëshmorëve, na njollose flamurin, na njollose. Unë them që duhet ta nxjerrësh, se na ka marrë malli për një çik debat libresh. Shiko, ajo është në libër, po problemi është kur e nxjerr rrjetet sociale, merr një kaje tjetër. Jam kurioz tani se ti the që unë jam femër e hapur, pra. Ke dashuruar dy herë një diçka që rrallë gra e bëjnë dhe rrallë njerëz, ju vjen ai fat. A është rrita e hapur për një dashuri tjetër? Tjere, energjike, ke plot Jo, aq e re nuk jam. Po mirë, ne shohim shpirtin e njeriu, edhe veprimet. Kam disa adrenalina të tjera tashi. Nuk besoj që të pavarësisht se kur, nuk them asnjëherë kur, nuk besoj që të krijoj një jetë me një partner të ri, po gjithmonë është i mirëseardhur një dashuri e ri. Pra je hapur edhe për këtë. Ajo dashuria e bukur që është që vjen papritur. Pra dashuria e bukur që vjen, po jo që ti të jesh një njeri i cili vuan, ose një grua e cila gjithkohon vuan, se mos ngelen vetëm. Jo, sepse ju ndodh dhe bëjnë gabime. Këto janë gabimet më të mëdha të njerëzve, qoftë burrave, qoftë grave, paniku se do ngelen vetëm dhe duhet patjetër. Do me thënë që dhe bëjnë gabime në zgjedhjen e tyre. Pra kanë frikë nga vetmia, do të thosh. Të rihapur gjërat. Sepse pastaj mua nuk më vret asgjë dhe nuk më bën të jem në panik, sepse unë gjithmonë them, kisha disa ëndra në jetë. Dhe jo se dua të tregojmë krenare që t'i bëj të tjerët ndjen keq. Kisha disa ëndra që i realizova. Dhe ëndra që lidhen me profesionin, që kur fillova punë doja, thoya do kem ndonjëherë shtëpinë time botuese, e bëra. Do jem ndonjëherë autore e librave, do më lejoj dikush, se në atë kohë ishte ndaluar, vetëm disa me mjekër të bardhë më bënin libra. Do bëj ndonjëherë gjithë serinë që nga fëmijët e vegjël deri në universitet të kem serinë time si bashk autore, e bëra. Do jem një njeri shumë i dashuruar, do bëj një familje të mirë, po, e bëra familjen e mirë, 12 vjet kaluam një jetë sa vjera para se të vdiste, kisha një vjerë shumë të fisme, më ka bekuar duke më puthur duar. Kam një vajzë mrekullueshme me Zefin dhe shkojmë mirë me njëri tjetrin. Mendoja që do kisha një dashuri nga ato të jashtëzakonshme dhe një burr që do më bënte të ndihesha mirë, e kisha. Kështu që unë gjithmonë them që jeta është e bukur, edhe pak njerëzit e shtrenjtë rreth e qark, edhe pa prindërit që na mungojnë. Dhe është e bukur. Dhe nëse mu jeta më sjell gjëra të bukura, unë do t'i shijoj patjetër. A je me fat, ndjesh me fat që i ke arrit gjitha këto, apo është njeriu që e cakton? Me fat do të thoja, sepse gjithmonë përjashto aksidentet, smundjet e pashrueshme, diçka tjetër, këto lidhen gjithmonë me fatin e njeriut, pavarësisht se në këto raste njeriu duhet luftoj. Pjesa tjetër mendoj që kam luftuar shumë, kam rrezikuar shumë për të qenë këtu. Ato që numërova, harrova edhe shkrimtare. Ndoja të isha një shkrimtare që më donin, edhe që të diskutoheshin librat e mi, dhe atë e arrita. Se harrova, e shikon që unë më shumë i jap rëndësi profesionit edhe dashurisë. Po jo se si jap patjetër. Por ka dhe diçka të cilën unë dua ta shtoj në fund, edhe ndoshta para se ta mbyllësh ti. Jo se Rita nuk ka pasur breng nga një jetë, jo se Rita nuk ka pasur sfida në jetë, jo se Rita nuk ka pasur humbje, siç ishte edhe humbja e fundit shumë e rëndë. Por ti je një njeri që këto gjërat e, po themi, të këqija që të vinë jetë, mundosh ti sfumosh dhe të ruash vetëm të bukurën. Sa efort pastaj duhet të jesh dhe sa ambicie dhe sa dashuri duhet të kesh brenda vetes për të arritur këtë,
kush e do përgjigjen e kësaj pyetje, le të flasë dhe të takoj Rita Petrën dhe do ta Sa e gjej. bukur, kjo mbyllje më pëlqeu shumë. Jam e Rita. hapur, le të më takojnë. Rita, të falenderoj shumë që ishe sot, edhe ishte vërtet nësi jo vetëm sot, po sa herë ne ulemi edhe rrim bashkë edhe bisedojmë bashkë. Vërtet shumë kënaqësi. Miq të pathana, kjo ishte puntata për sot. Ne ulem takim të mërkurën tjetër në orën 20 në Gazeta Si. Qofshi mirë.